Veç këtu janë 100 ekzemplarë të deltarit i lehtë. Këshilloj ferme, jo që shkon në Kosovë, po s'ka në Ballkan. 3 herë ka dosh me të hongër? 3 herë ka dosh me më hongër mu. S'ka qenë jam, to ku marrë kërë ka pas 7 vjetë. Okej. Ka qenë infektume dhe e kom shëru. Ky qenë ma i mirë në Kosovë, nështë. Ma i mirë në Kosovë? Soja kishe shit qenin ma të mirë në Kosovë? As 1 milion euro, nuk e shetë. As 1 milion euro nuk e shetë dhe më do Se gjej, I fitoj 1 milion euro kër shkoj me blem ose gjej. Se jam të mënu me bo pare, jam të mënu me bo deltarë të mirë. Unë për 1 vjetë muj mi bo 200 qemë mi pëllu. Kretë që ka shihet është punu prej meje. Ka kushtu mbi 50.000 euro që janë investu deri tash në këtë projekt. Ja u kompru prej Prishtinës, pas muj dit ka 300 litra ujë me qatë pick-up, me bure prej Prishtinës ja unë pushemë. Edhe I kompru shushoj rrugës në alë dhe në gjysh shoj ke pick-upi, me cevë, me kofe, ja kom qitë me. Unë I bëj hizmet, unë këtu jem shërptor. Unë prej kur vetë, di kur shkoj jem shërptor, jem shërbem qenë. Po s'kom shkon pushime që 3 vjetë. Familja jem shkon ndara, ma ka pagu nusja jam ultimin në qabe. Kom thonë mere babën tonë se s'moj. Unë hargjoj 1 vetë për shemull, 15.000 euro. Mirë se keni ardhë. Mirë se ju qatë. Faleminderit që keni ardhë. Faleminderit që ju pranu ftesën me na folë nështë pak ma shumë për këtë pjesë. Po jeni për herë të dytë. Në fakt jeni portale dhe po I mbështetni këto aktivitetet që janë të strategjisë kombëtare. Ndërsa fatkeqësisht televizioni publik nuk ka qenë asnjëherë për vizitë te ferma Kulla Shkabave, e cila është themeluar tash 5 vite. Dhe ka dikon në opusin e saj mbi 170 deltarë I lehtë të mikrochipuar me ADN dhe me pedigri. Kur ja ke nisti me ullirë me... Deltarët, familje I kemi pas për kur kam lindur. Po ferma si fermë është themeluar para 5 vitesh, jemi në vitin e 5 të kultivimit. Po? Dhe ka një qëllim shumë fisnik, regjistrimin e kësaj race në Federatën Kinologjike të Evropës si racë autoktone shqiptare, sepse na takon neve. Na takon edhe ti më the që s'ke gjithë mbështetin është edhe I të e bo një punë që është dosh me bo shteti edhe a ke gjithë përkraje prej organeve shtetërore nështë për këtë pjesë? Ma shumë pengesë se so përkraje. Pse pengesë? Përkraje jo, sepse ata e din që me mu shmujnë me vjedhë, ata e din që përmes meje nuk kanë shansë me vjedhë, ashtu që zakonisht vjedhin projekte të kësaj natyre që janë inovative, dhe për këtë arsye nuk më përkrahë. Zakonisht këto projekte që përkrahen janë projekte ku për shembull nëse japin 75.000 euro, që ata që japin marrin një 30.000, kjo një 20.000, 50.000, një 25.000 që të rreth projektit. Në shtar shpenzoni se nuk shpenzoni hiç. Ata e din që nëse mu më japin një buxhet caktuar për një projekt, edhe prej ma herët e din, ato pare nuk ju kthehen, ato pare shkojnë krejt në ataset. Po them prej festivalit Lahutës, unë jam themeluesi I festivalit Lahutës edhe shkollës Lahutës. Edhe ata festivalit Lahutës për shembull ja japin për një aktivitet më pak se sa një aktivitet I një ditor në plemetin të fëmijëve. Don festivalit Lahutës japin më pak se sa një aktivitet një ditor. Për këtë arsye unë mendoj që për këta nuk po na përkrahin kështu materialisht. Po na kena qellu të fort vet. Edhe me vetë financim. Kena lekë të tak, edhe kena vendosur mos me lshu këtë frank që kemi hap, e që është dash më hap Prishtinë. E që nuk është hap Prishtinë. E që kena bënë një punë bukur të madhe, që 5 vite janë veç këtu janë 100 ekzemplarë të deltarit I lehtë të mikrochipuar dhe me prejardhje gjenetike, por një pjesë e tyre kanë edhe testin ADN-s. E dim sakt se çka kemi në fermë dhe ka po dojmë shku. E thash që më shumë na kanë penguar. Po pse pengesë nështë? Po për shembull e kërkojshin një leje për këtë rrugën që e pat që është super mellosh. Po. Edhe ke pakalush me sidomos gjatë. Dësha me pru ujtë për ju sjellës dhe mora lejen në KRU, e pagujta taksën, tash s'dishin ç'a më bë, më thoshin shko në kek dhe merre një vërtetim që s'ka rrym, ku s'ka ujë, s'ka rrym, s'ka jetë. Merre një tjetër vërtetim që ka mu thy rrugë, ç'a ka mu thy rrugë, kjo është rrugë. Këto janë ato pengesat që kur shmujnë me të nalë,
të qeshin kushtet cilat të pritar më marrë me to, edhe. Po, edhe... Malet ecë ka me kolit, unë bëjë shimin me kolit një pjesë vitit. Po, do me thonë që atë kohës dimnit, ti me kolicë bon, për shkak se me vetur është e pakalush me rruga. Dyqanë që e lidhë shakolicës, ata më ngreshin një pjesë, ta ngreshin, a? Ata e shumë një sharka edhe një tjetër. Tash ku mbledhe gomart. Po i pam edhe tash kena me shku. Tash kemi ma shumë logjistike, kemi mbledhe edhe një maqinë që e ngreh ushqimin, është e kemi dizajnu. Kemi ma shumë logjistike, si vetë jemi shumë mirë, krahasim me vjetë, si vetë jemi perfekt. Amo prapë unë e di që ti vetë kujdesesh për ta, dhe nështë asaj vështirë është më kujdes për afro 100 deltar, i lirë. Kur i donë, është shumë e lehtë. E çfarë ka bot ty me i dashtë këta? Unë prej kur në koni vogël me ta. Këta në qanë shumë besnik, karakteri jonë është shumë i përafërt. Karakteri shqiptarve? Këta s'ta bojnë mas shpinë, po unë jam shqiptar. Po, karakteri shqiptarve është njëjtë me tyre. Ta kanë bërë shumë mirë, këta s'ta bojnë mas shpinë, këta nuk të rrajnë, nuk të tradhtojnë. Këta i kanë kriteret e veta, mos me jo të cenu ato kriteret, këta nuk mbucin kur. Nëse jo të cenon, duhet me ditë që ki probleme ta. Qëtash po lerin shumë në është atë rrezikshëm s'janë, a? Jo, kjo është një lejnje që tregon se këta janë të interesu me ditë çfarë ka ndodhur. Okej, Ta përdojnë me tregu që na jem këtu, dikush ka ardhur dhe edhe na jem këtu. Po, do me thonë... Tanë territorial. Kur dikush ju hyn në territor, këta reagojnë. Nëse ti s'ja cenon territorin, kush reagon kur ndaj teje. Sokol, e vështirë sa do, po nashta shumë e vështirë krejt kjo punë, po prap i dënë edhe e gjenë nashta të farë mesin edhe vullnetin me uqu çdo ditë me ushqy mu kujdes për ta. Po nashta cila është pjesa ma e vështirë e punës me ta, për shkak se firmë të qenëve, pe thëmë kështu, nuk është që kom po nëjherë, kom rastis me po dhe në Kosovë. Këshilloj firmë, me këtë numër, me këtë kapacitet, jo që shko në Kosovë, po s'ka në Ballkan. Po nuk kom po asë në Evropë. Ka strehimore, ku i kastrojnë qenë, dhe mbojnë të kastrumë pa epshe, pa mbarsim, pa kultivim, pa rritit klërë, pa pedigre. Ashtu ka me 200-300 që janë strehimore. I strehojnë, i kthejnë, atë janë qenë pasiv, ndërsa qenë kështu aktiv, që janë, të gjithë janë me potencë, të gjithë janë për kultivim, nuk besoj që ka asë në Ballkan. S'ka asë në Evropë, me këtë numër të madhë të qembe. Nështë ka, po s'kom po. Ka me 20, me 10, me 15. Kjo nuk është thjesht pasion. Kjo nuk është thjesht një dëshire imja ndaj këtyne. Kjo është një projekt i hartuar me vizion të qartë. Qëllimi final i këtij projekti është regjistrimi i racës autoktone në Federatën Kinologjike të Evropës. Gjithsesi e ka bo Serbia, e ka bo Maqedonia, e ka bo Malizi, e ka bo madje edhe Bosnia, Tornjakun, Slovenia, gati këtë shtetet dhe Hungarezët i kanë marrë qenë tonë, Bulgarët, Italianët, edhe prej qenëve tonë kanë nxjerrë raca të kultivuara prej tyne që i kanë regjistru si tyne. Na nuk e kemi bo, sepse ata dojnë një numër të caktuar, por jo qenë që janë të lirë, që ti nuk jo din pedigren, që shkojnë mas deleve, që rënojnë në për depo. Ata dojnë qenë me ADN, me prejore genetike të pakten, deri në 3 gjenerata e më shumë, të cilët ti i prezenton dhe që genetike aty në mbi 75% është deltar i lirë. Fatmirësisht na kemi bu një punë shumë të madhe në Hulum tem, edhe në mbledhje, edhe tash jemi në fazën kur na vjen një hapësinë pak më e madhe se kjo, edhe veç prodhim. Unë për një vjet muj mi bo 200 qenë mi pollu. Po, a mundesh me ja dal me kujdes për ata, për shkak se vetëm edhe shë më përkroj edhe mbështetje edhe për njerëzve tjerë që dojnë më mirë me këtë pjesë? A mendon që pas ti ka me vazhdu nështë ta me u kultivu kë? Kjo e fundit për mu është pak pikpytje, që kanë që obsesione? Kjo më bënë me mendu ka njëherë, që kanë që obsesione? Nëse unë jam shnoshe rahat, unë do t'ja dalë. Po problemi ma e madhë është kur kryhet projekti, që ka me ndodhë me këta qenë. Ako me vazhdu me funksionu firma si aset i shtetit. To ekzemplar a kanë me metë, po unë mendoj që në qofë se e mri këtë projekt, Federata Kinologjike kanë me mbështet e Evropës. Kanë me i te i kalu këtë ato, mësër me dashtë me Sërbin me bashkëpunu, Sërbia me mbështet projektin me njëherë. Shto pa pik problemi, ma japë dhe tokën në veria në i ka i kanë ato zonat e veta. Po thu që Serbia bën këto ndërsa ata i gjujnë 1 milion me njëherë, nuk shteti i Kosovës me njëherë, shteti i Kosovës ka të tjera punë.
Njëherë ka do punë më marrë me hakerimin e viktimave të luftës, do poshtërsimes veti që po i bojnë ata. S'du me janë e zonë pak arrogant ka goja, ka shprehja, po kam edhe të drejtë, se nuk është hera parë që më kontribuojë, ne kom realizuar festivalin Lahutës, tash 7 vjet, shkollën e Lahutës, mbështetja është minimale. Është e dhëmshme që ajo qasja e shtetit ndaj këtyre projekteve që janë obligative për shtetin. Obligative dhe është e tresht që shteti nuk bën është asnjë gjë dhe do të një individ i caktuar me i kultivu, me i shtu, më kujdes nështë për ta, ti vetë më the që edhe tokën këto e ke ble vetë. Po, tokën e ke ble me pare të familjes tem. Kolibet edhe këto që a i ke bo, dhe më thonë i ke bo vetë. Kretë që ka shihet është punu prej meje. Me dizajn, me ide, me këto boksat, me këto që a i shini që janë të marume, me atë shtëpim poshtë. Shumë rrallë ka ndodhur që dikush më ka falë, diçka për shkak këta panelat, më ka falë një bashkëdhëtar Valoni. Ndoshta dikush më ka thënë herë në bakshesh për çef. Për çef. Ndoshta diku ja ka dhënë një qenë dhe më ka kthyr një bakshesh për çef. A dhe këto kanë qenë dimesa detajet vogla. A më prap janë individ, kurse ju ndoshta krejt puna është bo prej meje, edhe ka shumë ashtrues. Shumë ashtrues, në çfarë aspekti sokol? Po për shembull ja jap paret për bagerë sa krym punën. Ah, okay. Ti merr 500 euro sa krym punën korr atë. Vjen me ta shtru rrugën, ta prish rrugën, atë ndjer te lashë. Edhe me atë punë. Ajo të çet pitokte atë. Ky është një problem që na në Kosovë hekum shumë, kështu që e kem shumë të eksume dhe është fatkeqësi. Unë po du me të pyet sokol, atë ka kushtu, sa ke investu në këtë vend? Po, ka kushtu. Kam një përllogaritje të parafort, janë mbi 50.000 euro që janë investuar deri tash në këtë projekt. Deri tash. Sepse qend nuk kanë qenë fillimisht këtu. Me tokë edhe me krejt. Me tokë me krejt. Qend i kompru këtu vjet. Ndërsa projekti ka filluar në Prishtinë, kuadër të qendrës Shkabat, 11 ekzemplarë, mandej aty si nxanë mos e qytet, i marrim shumë fshatin tim të lindjes në Podujevë, në Letancë, të shtëpia ku kom lindur. Kom pas 6 motorë bor, dhe i kom bo një 30-40 atje. E kom bo 40, kanë fillu të afërmit e mi atje më thonë që unë shjetoj atje, shkoj jënë kanë apengojnë. Po, se në është ta... Edhe zhurma edhe u binda që s'moj me vazhdu atje projektin, të toka ku e kam baba që ma kalon, se këtë projekt e bëj në shenjë respektin ndaj prindit, edhe kom marrë përfundim me bledu tokë. Më dhe i kom këshyr një 20 ku me ble, edhe i shkollë këto këshmet me ble, është një rend shumë i bukur, është zonë e Prishtinës. Edhe komuna e Prishtinës më patë premtu që kanë më ndihmu, po ata lesë shumë ndihmun, po kallzova, më pengun këta, më pengun ata, edhe unë e u tërheqa, ashtu që kom rezakon vazhdova me qelë rrugën vetë. Me vetë iniciativë, dhe me tha dhe rrugën këne e ke qelë vetë? Pjesa dërmuese e rrugës, po është të hapur vetë? Se ka qenë vetëm për traktora. Edhe... Dinde ka prish, se ka qenë ma mirë. E kom pashtru në zhavarë, se anë po prish. Çdo ditë orë. Sokol, nështë 50.000 euro investim janë shumë e madhe dhe nuk pe di që funksionon nështë i shet, kur pret me nxjerr ato pares, për shkak se është një shumë e madhe investimin. Nuk është edhe shumë pare, shokë e mi një kerë, se i bëjnë edhe 5 vjetë e hupin krejt atë kerë. Edhe i hu vlera ati. Po i hu vlera ose qa po di. Ky projekt nuk është projekt veç jemi. Unë kom dasht pasurin që në kalon baba, mu që më kalon, me nda atë pjesën e zekatit që i thojnë, edhe me dhonë dikon, për shkak se ka pakalu një kohë që nuk kemi pakryja të obligime, unë fetar për ndryshë, edhe me ndoha gjatë se qysh moj me dhonë mas mirë që ato. Adhe në ta shtëpi po maron Halil Kastrati, socialin po e mbanë shteti, kjo, ajo edhe edhe në përfundim që me bo diçka me projekt që është inovativ edhe që kish pas që bab jam. Me bo, ka qenë një maratri jashtëzakonshme, shumë më ka njoftu me këtë rast. Edhe mu vendos që një pjesë të këtyne mjeteve janë qaja. Dikon gati gjysha. Edhe pjesën tjetër është pjesë që e kom gjeneruar vetë, prej mjetët mija, prej burimet mija, punën e kryen vetë. Sa një majven që shumë këtu, kontributi maj madhë është puna, nuk janë pare. Pare që janë kur gjohë. Po puna që ti e bënë. Po milionera që ti dhonë 100.000 euro dhe se bëjnë madhe. Po, e vërtet. A punën që e bëjnë në këtu, ka shumë pak njerëz që mujnë me bo. Punën, angazhimi jam është diçka që me të vërtet është sfidë shumë e madhe, edhe është diçka që nështë në fillim unë vetë, me pas ditë që është kaq shumë sfiduese, nuk e dija kësha guxu me një këtë projekt.
Po tash jem lidhur me kosht. Edhe kur tash di se i këta gjës- mpresin mu, po. edhe secili prej tyre e ka atë raportin me mua. Edhe unë ja di prej ardhen, prej kur e kam marrë klësh, prej që ka linj, që shumë smuç, që kam shëru, kem lidhje shumë të afërt. Kisha dashur shumë me gjetë një njeri i cili afërsisht këta i trajton që i trajtojnë. Edhe kisha punësu me njëherë. Po. Me njëherë kisha punësu. Kom provu 2-3 herë, po si ti qes Se në prova e gjeshën vrejshën, ke shpërdurus edhe. Për ndryshe janë qenë që të nimojnë shumë i mojnë. Ndihmojnë çfarë Ndihmojnë, aspekti? Ndoshta shpirtëror. Jo veç shpirtëror, këta janë shumë dashtëm, po këta zbojnë probleme. Okej. Këto e mon 10 vjetë kur zbojnë problem. Në vend që ofse ti s'din me trajtu ata. Unë vi gjejshë 2-3 zgjidhen, dalin, presin aty poshtë. Që aty poshtë në presin, se të vjen, niset nej. Adhe kur ka E njerë. din vendin e E vetë din dhe vendin e ndoshta vetë, nuk me bo me nguc është tjetër më abe. Me bo me nguc, me i Mi cenu ke është shtrajtu, tjetër më abe. Me ndoshta, ke shtrajtu, po. me bo mu idhnu këta është. Po në si idhnoj. Mhm. Për ndryshe kom mbledh qenë në gjitha viset shqiptare. S'kom lënë vend, s'kom lënë bari, çoban, merakli. Më kanë rrejt shumë, më kanë mashtru shumë, kom hargju shumë pare me ta, kom hargju pare të madhe të mundu me i ble ekzemplarët e mirë dhe s'm kanë dalë mirë. A ekzemplarët më të mirë mi kanë falë bari. Njerëzit që i Okej. dojnë për një me, ata mi kanë falë edhe i kom rrit, edhe ata janë ekzemplarët që më kanë dalë ma puro kështu. Këta që i mojnë për mu rrok, këta nuk janë bashkëpunëtor të mirë. So kalun atje po shoh edhe disa shpeza po, çka ka atje? Po, A mujna me shku me po shqyr? muj me shku, është plumbi i lirë, specia më e veçantë, është kuqzi, plumbi i lirë, arta edhe tamam plumbi i lirë, është plumbi shpellës. Okej. Edhe na takon neve në Kroaci është më shumë i kultivuar sot e na. Edhe janë shotat, janë disa lepuj që i kom provu. Shpejti do t'i sjell edhe dhit. A, do me sjell, do me thonë gjithë shka që ka të Specia bëjmë. po, është lepur i vendor, shota egër, do Do të me thonë nartë. fokus kamera. Atje është plumbi i lirë, mundemi me kalu në A stak shto me fillojmë pa. një herë prej lepurit, këtë po Po. thu që është lepur Ky është i lepur autokton. autokton vendor, po. Okej. E kum gjetë, se ky poshtë. Është E lepur ku e ke autokton gjetë vendor. E kum këtë gjetë, e kum ble. lepur? E ke Kum ble, po, kum okej. ble. Është lepur i egër i malit. E ka edhe qiftin anej, pjesën anej, po i kum ndosë, halo se kanë vendin e vetë. Po. Edhe këne janë plumbat i lirë. Që edhe këtu është një tjetër lepur. Okej, edhe Pula këto e paskara me pasim buvon, aty sa mirë rrim bashkë. E këto pula ata i mbon për qef? Po të gjitha këto i mbaj përpos plumbit i lirë. Kë është Lepurit plumbi edhe lir? shot, po jo plumbi i lirë është ky kush Apo- edhe ze. Unë është me fokusu, i kam edhe pos tjera, ato Kjo me do i me du shumë, thonë? po kjo është plumbi i lirë. A kë, okej. Kjo është plumbi i lirë. Është një specie shumë e veçantë. E Është këtë- koqzi, ata tjetë janë arta, janë më të saretna. Okej. Dërsa dishta me të pyet për këtë plumbin, këto ku e ke marrë? A e ke bleti kon apo e Edhe ke? këta i kom si kujtim për i babit tem. A ka A, qenë një morakli jashtëzakonshëm, kemi majtë 200-300 pluma në borë kur kemi qenë në fshat. Kemi Okej. jetu në fshat, unë im lidhi më rritë fshat. Edhe gjitha llojet. Edhe disa prej pluma i kom hala se janë prej tash 17 vite se i ruj, se janë plumbat që i ka kultivu babi jam. Këta i lirët i kom marrë ma vonë. Kroacia është ajo që ma shumë të i kultivon, po janë edhe tonët, janë të veçantë. Për ndryshe plumbat i lirë duhet më zhvillu ma shumë Kosovë, duhet më kultivu. Po a ko t'interesum nështë a je i vetmi që i mbon këta Ja, që i për plumba kultivon? për plumba ka shumë ma gjenerozë se sa unë. Mhm. Njerëz që kanë shumë ma shumë pluma tonë. Janë 2 specie tjera se i kanë certifiku se jona. Piklani, i pejes edhe një kuti i vogël, i thojnë i drënicës, po di qysh. Ata kanë punu shumë të drejten. Unë jo, unë plumat i majtë kalzoha, ma shumë për kujtim për i babit edhe i du. I donë dhe I do. nështë me rujt edhe këtë racën për shkak se qatë që ka të bëj me ilirim, për thëmë kështu, se me pjesën autoktone shqiptare, ti ki qef me mbajt edhe nështë me Po, përcjell. se këta na pretendojmë se jemi lirë. Edhe kroatat pretendojnë se janë i lirë, edhe bosnjakët pretendojnë se janë i lirë. Me qenë se këta quhen plumbi i lirë, duhet edhe na me i posta, me i kultivu. Po, pa diskutim edhe Për këtë nështë arsye edhe i që... kam këto. Edhe Edhe i mbon për qef edhe... mandej nëse i marrë 10 për shembull, Ku mendon për nej? Po ka këto hapsinë, është krejt atje naltë, është hapsina jonë, Okej, del prua atje edhe proni.
edhe kjo pjesa knej, po është shumë vështirë me punu. Gamati kom lidh në tent atje, se s'kom pas hapësinjëm të kamru një orë këtu, poshtë, po don koha, don punë shumë. Don kohë, ndërkohë që ti vetë don investim, don pare, don krejt, kështu që. Unë zguzoj 100 milion kesh, gjithmonë fokusi kryesor janë qenë. E pse qenë? Nështë veç për qatë pjesën që i lidh emocionalisht në ta? Për qenë unë jam përcaktue se do t'i marrë dhe do t'i shoj dite Federata Kinologjike e Evropës. Unë jam në bashkëpunim me Federatën tonë, ka normën vizitu, jo me avukën, të ma licencu fermën, në aferin të ma licencu fermën, i kom plotësu gati gjitha kriteret, por edhe në qofë se krejt dështojnë, me deltarët unë shku me dështu. Unë shku me i lëshu pa i marrë me i qu dhe i Federatë. E ki do me thonë qëllim edhe se ki merën me hek dorë prej... Ja si hek dorë, qashtu që shku me hek dorë për i Lahutës, dhe në shkoj në UNESCO, qashtu shku me hek dorë për këne... që po ishe edhe vete. Unë po du me të pyt, Sokol, cilin e ki ma për qefi? A mujna me shku edhe me këshyrë në është ta, ose cili është ma i vjetri? Nuk i ndoj. Okej, krejti dojnë, do me ja, nuk i ndoj, këtu asni qenë nuk është rastësisht. Po? Asni qenë këtu nuk është rastësisht, edhe asni nuk është të mbojt rastësisht. Ati është një qenë 13 vjetë, ai me kokë të zezë atje. Aja atje? 13 vjetë është i vjetër shku mujtë hala me nëzirë kur gjëpë i ti. Ma kam pru shumë vjetër është qenë i maj mirë në Kosovë në shta. Qenë i maj mirë në Kosovë aj? është jashtë zakonshëm. Në qëfar aspekti në shta? Ajo është mostra ma e mirë e deltarit i lirë, i ka gjitha performancat e deltarit i lirë. Fatkesisht ma kam pru vonë. Ajo hanë vetëm vezë të fresta që është për pullave. Edhe mesh, kur që tjetër. E me qa u shenë do me thonë ka qenë me mesh do me thonë? Unë i sjell mesh nga territoria dhe nga një fabrikë që ma blunë atje kockën e pullës. Dikon ditet vinë këto një 75 kg mesh, 80. So shpenzon është anë ditë nuk është shumë ajo so jënë këto tira. Hajde vizim pak. Po në atë aspektin so kërkujnë gjitha qanë ushqim diku. 500 euro në mujtë. 500 euro në mujtë. Po ju blej ushqim. Apo mund është me adol, për shkak se nuk i përkrojen është as prej shtetit, as prej nështë prej individve saktum, por... Ja, ato të individve nuk, ato jenë veç të dhuratë. Po, dhuratë, bakshishë. Ja, ka një qafore, jo diçka tjetër. Po, nuk mbohet ferma me ato. Por fermë të me qitë, fillim të mujtë të me i palu 1.500 euro. Me të parin, dhe me të 15 vim 500 euro. Dhe me 15 dhe 500 tira, 500 jenë pa parashikushme. A smuhen najherë, Sokol? Po. A i kontrollon është atë veterinari ose diçka? Kam veterinar shok, kam 7 veterinar që një mojnë... Okej, një mojnë është atë? Prometat një blej barna me ka 100-200-500 euro. Po edhe më ndihmojnë. Ndihmojnë? Ma kam kry një kurs, në vete i kry shumë shërbime që veterinarike, po kry ekstra një kurs. Në regull, do me thonë? Ma një licencë prej veterinarit, ma ka kërku avukun. Okej. Kam kry një kurs edhe unë shumitën e problemeve ja krym vetë. Do qenë mbaja. Më kanë ndodhur se dhe 1.000 euro i të marrë me një qenë operacion. Edhe s'kena më rime shpëtu. Edhe do me thonë prapë ka ngurë. S'kena më rime shpëtu. Po janë disa gjona nështë edhe natyrore edhe njeri kur e ka vaktin me ndru jetë nështë apo kupton janë sade që si kemë ndur. Është fati mirë se kemi. Po cilë është problemi ma i madh që nështë përbollën ka pjesë shumë të shumë. Merma që ato, që ka rënë që ti, qëtë më vërës. Dhe me thonë qaj qani që atje, po na këshirë shumë që ditë që më... Jo, apëshe që reagon kur ti në kushu me kamerë, me nere e tonë. E tonë. Qaj e ka donë ti me mu, kështu po më filmonë, që shi me ko njeri. Ta në ekzemplar unik, ta jenë prodhimi firmës, nuk besoj që ka diku. Këta i përdurin është edhe për edhe barin? Barin, po këta në barin. Okej. Territorial barive, me mbrojt prej agresivat mbraja. Ta luftojnë dhe një vdekin. Luftojnë në më thonë edhe janë trajnum për ata. Po a përdojnë rrezik për njerëzit Sokol? Ta dojnë shumë pak trajnim. Ndoshta janë qendër vetëm botë që s'ka nevojë për dresur. I kanë instiktet e veta? Ta do të njohë tregu teritorin, ta i njohin pullat e mija, i njohin më mirë sone. 500 pulla me i posë e dinë cila është, pa dimi dele e dinë cila të janë delet e veta. Në teritor të vetin, këta s'ko shonë se gërsira me arë me o marë, veç në qofë se i vranë. Në qofë se është ma e fuqeshme, gërsira dhe i mbytë.
për shembull 5-6 ujq, onë 3-4 qenë, një me një, 2 me 2 veç, as Ariu, as janë qenë territorial që nuk shojnë pa. Nuk shojnë pa Janë dhe pranuar këtë botën dhe në Kanada dhe gjithkund i kanë qenë. Për me mbrojtë. Ndërsa në shteti Kosovës, a gëvez? Kjo është qeni maj mirë në Kosovë. Qeni ma i mirë? Kjo është qeni maj mirë në Kosovë, është. Ma i mirë në Kosovë? Okej. Në kumrime në dherë pasarë të tina. Sokol, dishta me të pyet diçka. Nëse dikush bëhet merakën ta, edhe nashta dën lyp me jashit, soja kishe shit qenin ma të mirë në Kosovë, që tha? Nuk e shesim. Se shes? As 1 milion euro, nuk e shesim. As 1 milion euro nuk e shet, do më Se gjejmo. Okej. Unë kom punu 2 vjetë me shëru këto. Për çfarë problemi ka pos ky Sokol? Sokol? Problem, nuk kam rri me kry procesin e mbarësimit. Okej. Edhe s'kam mujt me pos pasas. A është femër apo moshkull? Moshkull, ka qenë infektum. Kalosh, budov, unë jam. Kalosh, talo. Ej! 3 herë ka dosh me më hongër mu, kalosh. Hajde bërë. 3 herë ka dosh me të 3 herë hongër? ka dosh me më hongër mu. E pse ka dosh me të hongër? S'ka qenë janë, to ku marrë kër i ka pos 7 vjetë. Okej. Ka qenë infektume dhe e kom shëru. Edhe gjatë procesit, 2-3 herë më ka sulmu për më ka fshu. Edhe a ja rritja ju? Ja, nuk e kishu dojke më ka fshu, po nuk më pranojke. S'pranojke A edhe... s'më shas me shëru kur s'më pranojke. Edhe nështë as heke dorë deri sa e Mas bone 2 vjetë s'kom hek dorë vetë. asë njerë. Mas 2 vjetë që kom punu me to, kom ri me shtime më pranu. Edhe më ndaj kom deri, kom 3 pasarës të tina, që janë shumë të vlefshëm për firmës. Kjo është qenë unik, është. Kalosh. Kjo është qenë unik edhe Sokoli po thot që kjo është qeni ma i mirë në Kosovë. Po, historia e ti është një bashkëdhetar, luftëtari UÇK-s. Urim Krasnici e ka ble në Preshev. Dhe e ka si në Kosovë. Mandaj e ka shku në mërgjemë dhe qenë e ti e kanë marrë, e kanë shti në përdurën edhe dhe qa ku marrën edhe e këna shëru. Ju rrinë të kesh. Ju është të kesh rrinë. Të kesh në shtave që shola nuk zgjidhet, se po na sulmojnë edhe neve, për shkak se mund ka ndodhë. Kjo është zgjidh për shedhe dhe. Okej, zgjidha mo në shtas del prej këtyjit. 15 metra katror. Okej. Ky nuk del prej tuj se këtu e ka teritorin e vetë. Kjo rrinë teritor të vetin. Sokol, a i qon a i herë në shtatë për qëtëri? Po, ky dje ka qenë në kope, jashtë. 1 orë ka shëtit. 1 orë ka shëtit edhe është këthy prapë? Po, mrena atje ka shëtit. Unë dishta me të pyet të qantë e barinive edhe deleve, do më thonë qysh llogaritën. A sulmojnë njerin? Për shkak se kam pas një lloj incidenti. Edhe po m'intereson me të pyet. Shqyqoj nuk më ka hongër. Dëgjoj nderuar. Ama nëse flasim për racën autoktone të deltarit i lirë, tamam qenë e barive. Mas pari... Qyshe kanë, po du me të pyet, më falë, qyshe kanë raportin me njerëzit? Në atë aspektin që a dallon për shembull kur vjen një egërsier edhe kur vjen një njeri. Mirë, ma ke bu një pyetje interesante. A i sulmoj njerëzit? Po, për shkak, më falë që po ndërprej për shkak se kom pas një lloj incidenti në shtatë edhe janë tutë. Në shtatë që pja sulmoj tupën e deleve, po a dallon një qanë me sulmu njeri ndryshe dhe egërsire ndryshe apo të njëjti sen? Në një deltartë, që jenë deltartë postër. Po? Sepse ka shumë deltarë që jenë të kombinu me raca tjera. Okej. Edhe a i ka vetit të racës tjetër. A i ka vetit të Bermandinit, ka vetit të Kaukazianit, ka vetit të Tibetian dog. Janë për afërt, edhe mandej ata nuk nënkuptojnë që janë deltarë. Ata duken si deltarë, kjo është kufini jonë, Okej. Ata duken si deltarë, por nuk i kanë karakteristikat e deltarëve. Përndryshe deltarët i lirë, kur nuk kafshojnë. Mas pari me konë kafshojnë, pasivizojnë, që se ti s'ja këthen, aj nuk sulmon më, nuk kafshojnë. Do më thot këta qenë, nuk sulmojnë, nuk kafshojnë, po veç të rëzojnë, apo? Rëzojnë, edhe në rast se ti s'ja këthen, që se ti... Ratë qenë! Hej!
ajo po konsideron që ti e kam cenon mu. Ah, Kanë shtin se kanë zitë ma shtin. që të qani. A, do më thonë Ne më jemi ka zona e qenëve deltar trupzik, ta janë ma agresiv. Ata ne janë miqësor, janë ma të butë. Ta të zitë janë shumë agresiv. do më thonë prika me dorë dhe mendoj që besul maj. E po me preke me dorë që shu. Në njerë, djoni nona. Nashta nuk na filmur për shkak kësaj. Po ka shumë të rrezikshëm. Ndorët. Ja. Hey. Hajde të kal. Kjo është qeni vetëm Kosovi këti loj. Edhe kjo është deltari i lirë. Po, deltari i lirë është tora boshnjake. Okej, tora boshnjake. Tre ngjyrë. Se kjo zgjidh, atje e lash lidh, tash u zgjidh kjo se Okej, a janë ma të vogël? Ta në klësh, po. Klësh, okej. Ta në klësh. Sokol, qa dallon një qeni zakonshëm edhe një deltar i lirë? Në qenë zakonshëm nuk ka. Po okej. Ka qenë të racat të ndryshme. Se cila raci ka karakteristikat e veta. Okej. Deltarët i përkufizon mbrojtja e territorit, guximi shumë i madh, nuk tutën. Do më thë këta? Janë qenë të nunë që nuk tutën. Nuk sulmojnë pa nevojë, janë qenë shumë miqësor me njerëzit. Po shihet. Janë miqësor, do me thonë, këtu ka shumë qenë, jo të gjithë janë pure deltarë, deltarë që jetojnë liri, me dele, me kope, ata shumë rrallë kanë probleme njerëzit. Në qofë se dikush jo të senon kopen. Po nëse i hinë territor tyneve dhe... Me e gërsira është këtë tjetër ma be. Me e gërsirë në pret pa ardhe, atë janë i neve në largë. Okej, edhe du me thonë... Edhe i del atje në vijit frontit, nuk e lënë me hyjes në territor. Edhe ky po shihet këgja trup madh. Ky është deltar, është trup madh, ky ma shumë ka karakteristikat kaukazianit se sot të deltarit. Ma kam pru, edhe alojmë të e majtë ma shumë për sosh që menoj me kultivu shumë me to. Ti më the që ki deltar këtu që nuk i shet, do me thonë as me 1 milion euro. Jo, se s'mojmë i marrë ma. S'mojmë i marrë ma dhe nështë ta... Fitoj lota, i fitoj 1 milion euro, ku shkoj me ble mos e gjej. Okej, po. A unë për momentin si jam të mënu me bu pare, jam të mënu me bu deltar të mirë. Me pasion për përfitim në këtë projekt, normalisht që i kisha shqit, kisha tentu me nxerë, kisha bu të shmos me bu pare, me i shpecirat, me i shfrytzu e vërtejt. Unë s'kom hy me bu pare, unë kom hy me bu deltar të cilët nga përfaqësojnë Federatën Kinologjike të Evropës. Dishta me të pyt, a ko t'interesum nështë ta që bojnë merak shumë njën prej tyneve dhe të ofrujnë gjithë shka veç për me ta morë? A e kina i rast që kishe ndosht me ndo dhe me neve? Ja, s'du me folë edhe me emra me bjema. Jo, me emra, po nështë ta një rast ku ka ndodhë që ka ardhë me 10 herë me mështi shërin, shërim, më blini qenë, ose më marrë, ose më ndru, po jo. Unë jam shumë i kujdesur ndaj tyne. E diçka që o bo dikush merak shumë, nështë ta dhe që ka thonë, po ti më frej që ka qëporë, ose që ka që... Ja, meraku, nëse sho që pedon më shumë se unë ja dho. Okej. Në që një djallë nga Restelica, e kam një në Resul Balje. Okej. I kom nxerë 3 klësh Sharova, që nuk ka kërkon në Kosovë që si qenë. Ka dalë arketipin gjeneratën e 7. Kanë delë në gjeneratën e 7 ose zhdukët ose delë për fillimit. Ose bot gjenë recesiv heket krejt, ose bot gjenë dominantë dhe kthehet. Edhe më kanë dalë 3. Edhe ka ardhë 2 herë prej Restelisë është Bari Çoban, edhe herë në 3 e kom bu kontratën, ja kom mikroqipu qenë, ja kom qu shpet. Është deltari i lirë, Sharov, moshkull, po ja kom falë qenit, mëndaj ma ka dhonë një dhurat, një qenë tjetër që është aty, tash po ma lipa dhuratën, tash është po ja këtaj dhuratën, një është me rakli. Do ja kom falë qenin që... është me rakli, nështë adhe... E kom pas që pedan, edhe i donë ka shumë ideal, ka dele shumë, edhe sulli e përshëndes, edhe ja kom vdhonë qenin, ja kom qu shtëpi. E kom fotën me kontratë, me gjitha, me mikroqip. Do më thua dhe qenin ja kishit me kontratë. Ja kom falë. Ja ke falë, okej. Ja ke falë, në falë, ja ke falë në kontratë, po. Edhe kom nalë 2 motrat e tina, edhe mos s'kom ujtë me ndërë sasi. Do mënë ja kom falë qenin që se kësha shqit se e pashe po ka qef.
Edhe ndoshta njësh mirë që ja jep dikujt që ka vërtet më rak. Dy është mirë atë. Po. Edhe unë ja kam fal atina ato, dikush me ardhur me bleç ato, me kur farë çmimi se kështu. Unë deshta me të pyet edhe diçka, pse kulla e shkobave emri firmës? Pse kulla e shkobave? Shkabat është organizata që unë e kam themelu dhe punoj. Okej. Është shkaba në kuadër të cilës është themelu festivali Lahutës, shkolla Lahutës, këto projektet. Shkabat ekziston para fermës, shumë para fermës. Shkaba është identiteti jonë flamur. Kulla është simboli i qëndresës. Unë kam një kullë në fshat që ja kam ndërtu babit tem për 10 vjetorin e vdekjes së tij. Është kulla e Elmir Plakollit. Edhe me qenë se mu ka ndërlidh puna jam me qatë Marokën e babit tem, kullën e ka nisë babi, po të ndaj s'ka mujtë me kryso ka qenë gjallë për shkak të angazhimi rreth neve, fëmijëve shumë e sene, mu shkollu. Edhe kom bo një kombinim mes shkabave, kulla shkabave edhe mu ka dohë interesante. Unë deshta me të pyet edhe diçka tjetër, çan të shorit edhe deltarët të lirë. Qa është dallimi për njerëzit që se dinë edhe është i njëjti gjë për shkak se shpesh është e... Malet e Sharit janë një trinom në 3 shtetet tona. Po. Ka veç shqiptarë, në Kosovë, në Shqipëri edhe në Maqedoni. Malet e Sharit takojnë shqiptarëve. Qeni i Sharit ka jetu në qatë zonë edhe është rujtë në qatë zonë. Për dalem për shembull prej Molosit që e përfshin këtë territorin. Deltarë ka pasur në këtë zonë e Iliris. Edhe jashtë trojeve tona, po është rujtë në qatë zonë. Që ata barit, kryesisht në qësoj zone. Edhe i ka metë zonën së Sharit. Ta sërbët janë ngute, kanë marrë që deltarin tonë, qenë e Rusisë, Kaukazian, i kanë kombinu dhe kanë dhënë një produkt për tyne që e kanë quajtur Jugoslavenski Sharplani. Edhe e kanë regjistru se këta kanë investu shtetin. Po shteti, të verë, kanë ato dhe kanë regjistru, i kanë pas mostrat. Tash, çka ka ndodhur më së nej? Kur kanë shku te Federata Kinologjike, kanë thonë ka prejardhja e këtij qeni, kanë thonë prej maleve të Sharit. Kanë thonë e ku kufizohet Serbia me malet e Sharit. E kjo i ka bërë serbët që m'ja dhonë gollë vetët. Me tregu që ky qen e ka prejardhjen jo prej Serbisë pretendojnë ata. Po. As prej Jugosllavisë. Po për një zonë që është e banu me vesh me shqiptar, do me thot 3 kufiri aty, po. Tash 3 kufi që e trinomi i kufive. Tash kanë met ata tu e diskutu, a mi andru emrin, atë që ka me bo, dhe që ty dikun janë. Adhen. Edhe kështu kanë mbet emrin është a qenë të Sharit, edhe deltari i lirë nuk ka të bëj me qenë Sharit, apo? Deltari i lirë, dhe qenë i Sharit në një. Okej. Adhen. Okej, po. Aty ku është rujt deltari i lirë, zona ma prafërt, ma autentike në malet e Sharit. Do me thot, kë është qeni i Sharit? Qeni i Sharit. Okej. Zona ku është rujt, për kujt takon krejt i liris. Që qenë ka edhe në Lap, ka edhe në Rugov, që është sharë, edhe. Po i kam vetë emrin është edhe në... Deltarët e lirë është prejardhja aty në hershme. Edhe kështu kemi mi qujti, po. Që shumë a mirë, jo nuk i kom qujtone. Emërtimi deltari i lirë është Illyrian Sheepdog, daton prej Federatës Kinologjike të Gjermanisë. Te lufta e dytë botërore, kjo është njohur prej Federatës Kinologjike të Gjermanisë si Illyrian Sheepdog. Qeni i lirë i deleve. Okej. Qeni i Illyrian Sheepdog. Po mandej lufta, presioni, mas luftën në Kosovë, serbët kanë hapur një organizatë qeveritare, përmes të cilës i kanë mbledhur ekzemplarët më të mirë deltarit e lirë, edhe i kanë çuar Serbi. Serbët kanë punu shumë këtë drejtim. Na kanë punu shumë pak këtë drejtim. Shteti s'ka punu eq, Federata Kinologjike kanë bërë çka kanë mujt. A kanë mujt me bërë shumë a shumë, po s'kanë mujt tash. Edhe unë kam mujt me bërë shumë a shumë këto, po çka s'ka mujt me bërë. Po, sipas mundësive, vërtet, po nashta jam është promovimi, mbledhja, kujdesja për ta, dhënia një shembulli çysh duhet me kon një fermë. Sepse, pa po them, mund të me thonë një më kultivuar dhe sa i mon 5 qenë mas deleve. Po, se ti kur se din për ardhën e tyne genetike. Ndërsa po, për dalim... Kultivuzi o mone që qenët e mi jetojnë në për boksa, dhe janë të sigurta, shmon mu mbarsu me atë tjetërin, por veç me këto që unë ja të caktoj. Në këtë mënyrë për një 2-3 vjetë unë i caktoj krejt për ardhën e tyne. Unë e di saktë çfarë gjenetike kanë ata. Për shkak ata barite që i bojnë kështu në mënyrë të lirë, ata kur se din çfarë prejardhje ka qaj qenë. Ai pretendon që është i këtina, por
Gjatë fazës së mbarësimit kur se dim çka ka ndodhur në të vërtetë. Edhe Ka nështë e ka për jalë. jo aq sa me pas një firmë, për thëmë kështu deltarëve ose qenëve të sharrit, te e the që qeni sharrit nuk i takon veç pjesës ato të sharrit, maleve të sharrit, po i takon krejt Kosovës, kështu që qeni sharrit është deltar i lirë, që ti i banë këto edhe. 7 shtete ku ka shqiptar, ka deltar i lirë, çfarë kum gjetë? Në 7 shtete kum gjetë. Kum shkuj ku marr. Gjithka në Shqipni ka deltar, ka molas që edhe më të hershëm, në rrutat e Dardanis, tanë të kombilu me zveti. Po. Por deltari i lirë është që kupolla që e runë qatë genetikën mas shumëti. Edhe unë kom shpresu që nështë atë të mëkëja ka me i marrë në për këto kazerma që në të mëdhaja. Ata kanë me ardhë dhe më thonë, okej, na po ta dhom një hapësinë caktuar që është e thorë, që është me zhavarë. Aden, jo me trupë këtë në vërë. Se mu më bëjsh impresion, po na pengojnë ta të shoqata të qenëve, thëshin, po i mojnë keqë, se me të vërtet, i mojnë ka shumë qenë është problemi i mojnë. S'ku pas as veni, i mojnë që angosht. Qëfar përgjigje e kina është për ata që... Jo, s'kam përgjigje, ata... Ti qatë të ki mundësi në shtë Jo, unë kom thonë njëherë që ata këtë punë vojnë për pare. Organizatë, nëse unë hargjoj një vetë, për shemull, 15.000 euro. Ata krejt jetën, krejt që ata njerëz bashkë, nuk i shpenzojnë qëto pare sa i shpenzojnë për një vetë. E vinë më kritikojnë mu. Unë kom dhe qantë rrugës, të shiku marë, të vogël, i kom gjenë në bërlog. I kom dhe deltarë që i kom e këpi rrugës, kom pas ma shumë, ta që i kom adoptu. Shumica për i këtyne që merren me këto organizatat e kafshëve, drejtë fonde. Unë kom informata që i përvlojnë për me i qitë se që i kanë bo me i marë paret me shku me bletë cigare për vetë. Edhe janë ashtë atë njëjti që të kritikojnë ty për mirën se që shenë kjo është kriminele, kjo bën kështu e, kjo kështu e. Në fund të ata krejt po shkojnë të rahën, po vazhdoj të ngritë. Se unë punoj seriosisht. Kur kanë orë fshata vuku dhe më kanë thonë sokol një siguru një vend, dhe unë kom thonë e kom bletë tokën Barilev, me qindra mija komente kanë qenë porran. Porran që ke bletë tokë? Po. Kur i rëdham Barilev i pruna këtu, erdhen disa me thonë, njona i ka pru në zonë tonë, sane, kërkush nuk më përkrahke për i tyne me thonë, këj ka qenë 1 kilometër për i zonës banimit, edhe 500 metra është ligji. Tash këta që i mbrojnë qenë, asë një si mbrojnë këta qenë që i këmë pru malën e. Që të këmë vrejtë që janë njerë që janë përfitues të këqiju, thëmëne. Po, edhe nështë atë kritikojnë edhe ta mundohen me ta ndalë punën që te e bënë. Unë kom dëgju që fondet i marin prej servis, edhe qëllimi tyne është me i paraqitë shqiptarët, kosovarët, si një popull që i kesë përdorin kafshë. Po fletë për organizatat e mbrojtjeve të kafshëve, qenëve? Jo për gjithë, për shumicën për organizatave që i bin qenë prej servis, edhe promovojnë dhunë ndaj kafshëve. Dhunë që shqiptarët, edhe është diskutu këtë në Parlamentin Evropian, që shfa njerëz janë këta që ka ju bëjnë kafshëve të rrugës. Okej, dhe më thë për shqiptarët, edhe ti po mendonë... Po, ata janë disa njerëz që shto në njërë vulgare më kanë vërshull mu për punën që e bëjnë. Adem, vend që marrë me ndihmu në i herë, adem. Po, nësë ti po i mbojsh e keq ka që ki mundësi nështë me... Ti ki dëshirë me pos njerës tjere dhe individ që të ndihmojnë, po. Unë i mboj qenë shumë mirë, asë një qenë është i kesë përdorën, asë një qenë është i kesë trajtumë, asë një është i dhënumë. Tash, rekreacion këtë koshim të mujtë një po asë veti. Asë vesim në një dojnë me shëtit se jam të punu. Edhe këtu ka raste kur nuk mujtë mi bu rekreacion asë që meritojnë. Por, asë një prej tyne nuk është pa stres, pa dras, pa vendin ku hanë, pa vendin ku kry nevojat, i pa vaksinum, i pa pastrum për parazetve, edhe që nuk i shkon më 24 orëve rreth 1 kilogram protein. Sokol, dishta me të pytë edhe për këta 2 gomarë. Ti këta i ke ble, për shkak se rruga për të firma e qenëve këtu, është e pa asfaltume dhe gjatë kohës dimrit ty të vështirësohet, do me thonë me kalu këtu edhe me asiguru ushimin. I ke ble 2 gomarë në mënyrë që me asiguru ushimin këtyre kur moti përketësohet. Gomarë, këm pas një performancë me gomarë në shesh, në me profesion jam aktor, regjizor i teatrit. Këm pas një performancë me gomarë ka pas miliona klikime mrena disa orëve. Okej, qëfar performancë bët fjallë i dojnë me gomarë? Po, këm pas një gomarë që ja do disa qmime për vepër jetësore lidhje me teatrin, anë ka profesion jam, një hiperbol
mes kafshëve dhe njerëzve asaj që është sinqert te kafshët dhe te na ka hupsi sinqeritet. Edhe aty po ta marr një gomar në një stag përmes një shokut. Edhe aty kom pas sa kafshë inteligjente është gomari. Okej. Ai Ç'është lujke vrejtë, bashkë me ndoshta që... për një 2 ditë që ku mbajtën ato, ai lujke më mirë se unë. A këtëroj ke ma mirë se Ai, ti, lujke ma mirë se gomari. Briljant. Edhe më kam vetë një dashni shumë e madhe mes kësaj krijese, që e ku mjoftu përmes asaj shfaqje. Okej. Edhe mandej, edhe rruga e keqe këtu. Edhe nështë pak i kombinu Një punën. djali ki shpru prej Hungarisë, dika të mirë, gomari, nona e qikja. Ah, okej, Edhe nona kur shkoj dhe... po kur shkoj ku ble në pej, i blejta edhe i pruna në fermë edhe ka dalë do t'ja adoptoj, do t'ja marrë një qerë të vogël, Okej, një vend që gjatë dimrit ose ndonjëherë kur kam vështirësi ose me i përdor kapak edhe për mua ndihmu mu. Po. Edhe në procesin e lëvizjes edhe nështë po. Ma shumë i kam për dashni, ma shumë i kam që i du se sa për punë. Stok, atë kushtun shtrajt gomart? 500 euro. 500 euro dët? 550 dët edhe disa lepuj me dhe ai djali ki pas. Ase? S'pas kanë kushtu shtrajt? Jo, nuk janë shtrajt. Nuk janë shumë shtrajt. Sokal, për mu ke shumë derë dhe knaci me t'njoftë edhe me folë për sa afërmi për punën që e bën ti, edhe bravo edhe t'urej shumë sukses edhe gjithë mirat. Po për fund, a i kështë dosht me dhonë edhe një mesazh nështë për gjithë ata që shikojnë këtë intervistë, edhe a është e hapur kjo firma jote për njerëz që kanë dëshirë me ardhë dhe me vizitu nështë? E hapur, po është e hapur, duhet me paralajmëru ardhjen. Po, pak një verifikim adhe në qka qysh të kësi edhe mujnë marrë me i pasë, nuk është problem. Po jemi ndonë shumë. Sash ku përshas me një me një makinë qelt, atje si më ka me plus punën që e boj me këta. Po ku menu me bu një ditë një avë për me marrë me i pa njerëzit. A mu ka dhe kesh përdrush, ka kesh përdrush. Vini kësyrin, mande, ja, ke, ja, aj, ja, vidhe, ja, adhen, ja qysh me marrë, adhen. A mujnë me ta vjedhën e po të... Ja, s'ka shonë, e cilën të vjedhën ja falin. Se këta po duken të rezdikshëm. Ja, këta me i mashtru, këta është mu më mashtron. A këta s'mujnë me t'i vjedha. Ka ndodhë, se unë ta është qele temë. Ka ndodhë që këm dosh m'ja dhonë diko qeni. Edhe kërë orë këm thonë, okej, afrojo, kërë këm po reagimin që ka qenin dhe i ki. A më dana e këm ndru mendimin. Se qeni e një ma mirë se njeri. E një ma mirë se unë e 100.000 herë. Unë mashtrona këta s'ka shansë. Saj përket asaj që e tha te unë kisha me përmbyll me një fjali, është fatkeqësi, po është fat në fatkeqësi që këtë intervistë po e realizon jo. Nuk po realizon televizioni shtetëror. Do më thot t'i pres edhe prej televizioni shtetëror? Jo, nuk pres, jo se së më interesant. Po nështë ta i shkon mirë, Ka qenë Top Channel-i, më kanë thirë Top Channel-i, gati gjitha televizioni shtetëror s'ka qenë asnjëherë. Këtë intervistë që për bëni jo, me pa bugjet, në një portal që funksiononi pa bugjet, pa mbështetje, ishtë dosh me bo kë televizioni që na i mërë taksat njëre. Marë, akronim me këto, punën që për bëjmë në dosh me mbështetje. Në dosh veç idenë me dhonë, edhe nështë ta me të përkrosh. Vitin e parë, që e kam pas shka po bëjt, që ka jem të bo, kretë e din, në më njojnë si parë me kuqe. Dhe të thash në fillim, mu shumë përkrojnë se e din që për me shmeje s'kan shansë me vjerë. Unë si lo me vjerë. Edhe për mu ke pak e trisht diçka që dëgjova ti the që Serbia në rast se unë e du më ofron miliona euro, më ofron tukë, do me thonë veri edhe veç me po që të punë që ati e bën këto. Që po të regoj, i kom një 5 vetë. Kurse midis Prishtine, institucionet shtetërore të Kosovës nuk përkrojnë, po e thu kështu. Hiq më së më përkrojnë. Edhe më prejki kjo që Hiq më së më përkrojnë se një mi fort mu edhe vetë, kom shok, kom miq. Ti mundesh po prap nështë do të me i thirë mendjes edhe institucioneve. Ma i lunë të jo më s'më përkra, se me bëm jo dhonë, këta tutë në i kesh përdorin. Okej, edhe... Aso jo në dorën tem, s'ka shansë. E dyta, jënë jo 5 vetë në Facebook, që unë i kom zbulu, që jënë të angazhum me përcjell punën e firmës tanë, në këshive tonë. Sërbis? Edhe po edhe më qojnë qenë. Mi qojnë qenë me parvo, mi qojnë qenë me leza, adhen, mos helbe te, adhen. Okej, do me thonë edhe... Unë flasë me ta, ju jap informata, i kom thirë me orë në nejtë, nuk e kam problem. Fundja na e na njerëz, këto e në kafsh. Ajo që na dhëtë me bo me këto është me ju bëj hizmet. Po, edhe nuk bënda si prej cilit... Unë ju bëj hizmet. Unë këtu jem shërptor. Unë prej kurve, dikur shkoj jem shërptor, jem shërbim qenë.
Asnjëherë nuk sillem me ta si ai që është pronari i tyre. Këta më konsiderojnë mua ashtu se e dinë që janë të varur për mi. Po për ndryshe unë këto shërbime bëj. Jo si të shkoni ju ndroj teshat. Edhe I veç teshat e punës edhe jam shërbim tyne. Kam qenë me pas vullnetar të mirë që më ndihmojnë kanë herë. Kam qenë me gjetë një punëtor që është i sinqert. Edhe m'ja bën një rrogë me punu Sa e bashkë. kishe pagu për shembull një njeri? Vallaj sa të shëmbar vesh, s'po di. Nuk kam caktu çmim, se s'kam buxhet fiks. Jo, po. Po kanë herë për shembull me pas një zavens, sot nuk është lypja kështu. So këlla, se më lindi edhe një pyetje tjetër, a e kiti të vështirë nështë me shku në pushime ose me... Kush kujdeset për ta kur s'jetë? Po, s'kam shku në pushime që 3 vjet. Që 3 vjet se shku në pushime? Unë që 3 vjet familja më shku në Dara, pa mu, jo kuma se... Edhe na për festa... Ma ka pagu nusja jam ultimin në Qabe. Kom thonë mere babën tonë se s'moj, me 10 ditë s'moj. Që më ka met merak, që për dyti se më ka met merak, adin. Po më ka met merak me shku, po nuk kom ujtë me shku shkaku i angazhimi që kom këto. Veçanërisht kur kom marrë këto, se më fshat temin kom pas kojshi të kon rreth i mbulum, adin, muret e shtëpis. Kom pas një shok atje kanel, më zavendësoj ke 2-3 ditë një javë, adin diqysh. A më 10 ditë në kur kom shtatë marrë këto, këto ka qenë luftët mërshme për eksistencë. Viti i kalum ka qenë viti më i vështirë në jetën time. Pse? Se kom pas shumë punë. Okej, do me thonë edhe... Kom shku në shtëpi 11 natës, jem unu me ra me flajt, ose s'më isha kur qysh me flajt. Kur qysh nuk më isha me flajt për presionit që e kisha çka është ka ndodhë po. Hisha i këshosha në kamerë edhe 1 orë, çka është ka ndodhë ati. Bisha me flajt, dhe isha qysh kom janë një saban nesër me bo këto. Adhen, ka qenë presion shumë i madhë, edhe që ta njerë që më thëshin kena më të përkra kurer dhe këtu, kur hosa rezistencë më largun, se pritojshin me hi, edhe në menojshin që përna ndodhë në i problema diska. Kom pas shumë, presion shumë madhë. Ja u kom pru prej Prishtinës, 5 muj dit ka 300 litra ujë me qatë pick-up, me bure prej Prishtinës ja kom pru shemë këtu. Edhe i kom pru shusoj rrugës në alë dhe në gjysh shoj ke pick-upit, me cevë, me kofe, ja kom qitë me. Veç për mos milon kja. Ka ndodhë që kur e kom krye, jem këthy të të parë të kanë shterë. Do me thonë Kom dhe e s'kerin, kom shku prapë, kom mush, prapë jem këthy. Temperatura shumë të nalta, ujtë më nalën këto që të një farë mos marveshje. Ka qenë vetë shumë i ftirë. Edhe shumë njerë kanë thonë, shka e ka bon që s'pelen këtë punë. Edhe fizikisht të lodha shumë. A ka shumë menje në herë me lonë këtë? Jo, nuk i tradhtoj. Nështë ta vjen një moment kur, sikur lahuta. Regjistrohet në UNESCO, unë jam dorëheqje sepse më regjizori teatrit që jam lahutar. Nëse ka nevojë, kontriboj hala. Nëse këta regjistrohen si raca jonja, nëse më rrihet efekti i projektit për cilin unë punoj tash në 5 vjet, mund ndodhë që bëj një shpallje edhe numrin dominant të tyne e hjek. Po një mostër të fermës, sot jo më në gjallë, ja u kom bo me kontratë, nuk ja u heke. Ku me i lonë që të gjithë. Mu mërët në shta dhe paket që në atë aspektin që nuk mund është me lonë këto as me realizu ondrën tënde që e ki me shku në Qabe. Jo, po në Qabe shkojën, po e kom pas të pagume udhëtimin 2 herë. 2 herë shku mujtë me shku. Arsyeja kanë qenë veç këta. S'ma marrë ke menja 10 ditë që nuk ndodhë të diçka shumë edhe isha shumë largë. Me konën dërë që është tjetë, me konën tjetër më habet. I thuni shoku dhe zekerin qamë, bjem për 1 ditë, 2 orë, prej atje s'mon. S'mon kështu që edhe kër e logarit që nuk ma marrë ke mendja, ajo është ndër e pa realizume, po. Jo, ajo realizohet, për nështë pagume, s'mu isha me shku, kjo më dhëmë ke mu pak. Qani, so besnik është, so këll pyetja e fundit edhe nështë me këto për përmbyllim? Dalojnë qenë, nëse themi qeni si qenë, nëse themi njeriu si njeri dalon, kjo është asja, është se këto tira. Qeni si qenë, ka qenë të ndzak, ka qenë agresiv, ka qenë rebel, ka qenë të pandëgjushëm. Deltarët e lirë, si deltarë i lirë, janë krijesat ma besnike që nuk i kom taku një jetë. Raportin, dashnin që ta dhonë ata, mbrojtin që ta bojnë ata në rast nevoje, merë trajnohet cili njëri dush, s'ka më të abo. Janë kafë unike, cilat i kom njohë si fëmijë, jem rritë me ta, po tash i njohë kështu në detaj. Janë një dëshirë ata. Tardhëm, menoj me maru për veti, dikon këto një loj një kasollë, ja, vilë, nuk i thamë, se janë njëri vilave.
ndoshta cool, po, a vill ja, se villa s'm pëlqen. Ja, po Okej. noti villa. Edhe ndoshta edhe pleqnin, ma shumë me kalu këtu. këtë pjesën kënej, pse se kam vendlindje këtu, vendlindje kam Letanca atje. Po, deltarët i du shumë. Edhe kafshët përgjithësi. Ama deltarët jam shumë i lumtur që i kam. Sokol, bravo për super punën që e bën është ta meru edhe këtë racë autoktone të qenëve të sharit që shnihen do me thonë në shqiptari, po që quhen deltari lirë. Faleminderit shumë për gjithë shka që ke ndo me neve dhe të përshëndesim shumë. Faleminderit juve shumë. Po besoj që ke kalu mirë me neve dhe të rujna shumë suksese dhe gjithë të mira. Vjen mirë që ja kalu RTK-s. Shumë më vjen mirë që ja keni kalu RTK-s. Po shka kësa është vizita e tretë që e bën me djumi Po, unë vizita e këtu. tretë që e bëni. Po, kështu që faleminderit shumë edhe prej teje që ke pranu edhe nuk heziton asnjëherë me i Me promovu në respekt, ndoshta filloj me udhon taksat juve, si e udhon RTK-s. Faleminderit shumë Sokol. E na miq të mi dashur, ju përshëndesim prej Bari Levës bashkë me Sokolin edhe shihemi prapë në epizodat e tjera.